Kam përshtypjen se ndryshe nga ajo çfarë tha Beni, ajo çfarë bëri zoti Kurti nuk është se i donte tre emrat nga opozita. Ai po mundoi të paketonte atë çfarë ka ngritur si narrativ. Të gjithë janë bashk dhe unë jam vetëm përballë meje. Atë bëri me 28 dhjetor, i paketoi të gjithë bashk, atë bëri tani. Nuk mund t'i thuash opozitës më sill tre emra, sepse opozita janë subjekte të ndryshme, garojnë më vete dhe secila do pushtet më vete. Pra nuk mund t'i thuash hajde ju bëni bashkë, sillni mua tre emra, unë jam vetëm këtu, ju s'keni as vota, nuk, domethënë edhe i nëpërkëmbte. Ti s'ke firma, ke 14, po pate edhe 13 s'ka gjë, ti japun firmat, ma sill kandidatin, të vë kundër kandidatin. Pra, zoti Kurti u fut me një përbuzje dhe me një thallje. Unë e kam thënë vazhdimisht në fakt, edhe ndonjëherë më vjen keq edhe që më doli, ai vuan që të doli fjala. Që më doli fjala sepse është për të keqen e Kosovës, jo se më vjen keq për zotin Kurti apo për liderët politik. Por ai vuan nga sindroma apo nga dhuna apo mënyra se si është trajtuar në opozitë. Dhe ai atë mundohet t'ja u kthej çdo ditë partive të tjera. Pra ai nuk arrin dot të ngrihet në nivelin e një shtetari, e një kryeministri. Ai vazhdon ta shoh veten si një opozitar që është keq trajtuar gjatë kohës që ka qenë në opozit, në aktet e tij dhe tani çdo gjë e bën vetëm për të nënvletësuar, për të nënçmuar, për të injoruar të gjithë faktorët e tjerë politik në vend. Këtë bëri dhe gjatë gjithë kësaj kohe. Në historinë e re, por në fakt që deri tani të gjithë kemi qenë krenar edhe ngroheshim pak kur shikonim se si dështonin proceset tona demokratike, kur shikonim Kosovën, po e kemi marrë si shembull deri tani, po nuk vija vlen më ende. Me konsensuse politike, nga ato më të paimagjinueshmet mes PDK-s e LDK-s, e deri tek ato që partitë e mëdha që kanë marrë shumicën kanë hequr dorë edhe nga pozitat e kryeministrit për t'ia lënë një subjekti më të vogël, për shembull siç ka qenë në rastin e zotit Ramush Haradinaj. Partia Ramush Haradinaj nuk ka dalë kur forcë e parë në Kosovë, por zoti Haradinaj ka qenë 2 herë kryeministër i Kosovës. Pra, sepse mënyra se si është ndërtuar, se si janë ndar votat, të detyrojnë të ecësh me logjikën e kompromisit. Ty nuk t'i kanë dhënë zgjedhësit 80 mandate që ta zgjedhësh presidentin. Dhe e nisi me idenë se donte një president konsensual, por kur nuk u tha që do ta votoj unë kandidatin tuaj, më sillni 2 emra, hiqni 2 emra, çoni 2 emra. Çfarë i tha Partia Demokratike e Kosovës? I tha, unë të sjell 2 emra, por ti duhet të thuash që unë do të votoj ata emra, do ta lë ty, domethënë kandidatin dhe do votoj kandidatin tënd. Ky kur nuk dha garanci se nuk do të sillte një kundër kandidat. Sillni 15 firmat edhe unë jam. Jo, si kundër kandidata. Se do ta shohësh me vëmendje se kundër kandidat, pra nuk të rriqej nga Feride Rushiti, po. Unë kam përshtypjen ai luajti pak dhe me blofin. Në raundin e parë, në fillim duke parë që partitë opozitare nuk arritën pritshmëritë e tyre në zgjedhje dhe nga ideja se ata do kishin frikë të shkonin në zgjedhje, zvarriti procesin deri në orën 23 të mbrëmjes, pa mbaruar afati kushtetues dhe në fund i thirrri dhe i tha, unë kam 2 kandidat dhe këndzori Glau Konjufcën, zëvendësin e tij në partinë qeveri, edhe një deputete të tjetër, një zonjë nderuar, por që nuk është se kishte ndonjë peshë. Pra 2 kandidat të vetvendosis. Në minutat e fundit u anxori tha hajde votoni. Pastaj më mbrapa, i njëjti person që kishte thënë unë nuk bashkëqeveris, sepse s'kam nevojë të bashkëqeveris, edhe pse diskutimet për presidentin ishin bërë që pas zgjedhjeve të shkurtit që diskutoi që vërtet i mori, vërtet mund të marrë edhe 51, por problemi do jetë ngërçi për presidentin. Ju tha unë nuk kam nevojë për bashkëqeverisje me asnjë subjekt politik sepse i kam votat. Pse pastaj i kërkonte LDK-s të bashkëqeveriste? Dhe LDK-ja të votonte presidentin e zotit Kurti, se pastaj ishte shumë e thjeshtë. Pra ti e shef të pasinqert Kurti në gjithë këtë proces? Absolutisht komplet ka qenë i pasinqert dhe gjithmonë është munduar t'i fuste në kurth vetëm thjesht për të votuar presidentin e tij. Edhe kur i ndryshoi, pse ndroi Glau Konjufcën në minutën e fundit dhe solli 2 kandidat po ai vet, për çfarë?